Me krijimin e profilit të përdoruesit CopyCM, ju mund të kryeni shumë shërbime bibliotekare përmes kompjuterit apo telefonit tuaj celular pa pasur nevojë të shkoni në bibliotekë. Si ta krijoni një profil të përdoruesit CopyCM? Pasi të regjistroheni në një bibliotekë e cila është pjesë aktive e sistemit Copies.ks, ju pranoni një postë elektronike ku u është dërguar kërkesa për rivendosjen e fjalëkalimit për anëtarin e bibliotekës, bashkë me të dhënat për bibliotekën ku jeni të anëtarësuar dhe numrin e kartës së anëtarësisë. Klikoni butonin Vendosni fjalëkalimin tuaj. Ju hapet dritarja Biblioteka ime, vendosni fjalëkalimin për shërbimin Biblioteka ime. Shtypni të dhënat për bibliotekën, pra akronimin apo emrin e saj, numrin e kartës suaj të anëtarësisë dhe adresën tuaj elektronike. Shtypni butonin Dërgo kërkesën. Keni marrë mesazhin se në adresën e përzgjedhur elektronike ju kemi dërguar njoftimin konfirmues elektronik së bashku me udhëzimet. Hapni adresën elektronike. Shihni se keni pranuar postën elektronike për të rivendosur fjalëkalimin për anëtarin e bibliotekës. Shtypni butonin Vendosni fjalëkalimin tuaj. U është hapur dritarja Profili im Copies bashkë me emrin e anëtarit, numrin e kartës së anëtarësisë dhe emrin e bibliotekës. Shtypni një fjalëkalim të ri. Verifikoni fjalëkalimin e ri dhe shtypni butonin Vendos. Në këtë mënyrë keni krijuar profilin CopyCM. Profilin CopyCM mund ta përdorni në faqen Copies Plus që shërben për kërkimin e materialeve. Në faqen Copies Plus hyni duke shtypur në shiritjen e menys ks.copies.net. Siç e shihni, në anën e djathtë të dritarës ndodhet shërbimi CopyCM Biblioteka ime. Pasi të shtypni CopyCM Biblioteka ime, ju hapet dritarja për të hyrë në profilin tuaj. Vendosni të dhënat për profilin tuaj, pra emrin e bibliotekës, numrin e kartës së anëtarësisë, fjalëkalimin, pastaj shtypni butonin Hyrja në bibliotekë. Profili i përdoruesit CopyCM ndodhet në shiritjen e menys në anën e djathtë të dritarës. Duke hyrë në profilin CopyCM, ju mund të kryeni këto shërbime. Bibliotekat e mia, pra të qaseni në shërbimin Bibliotekat e mia, ku mund të kontrolloni historinë e huazimeve, pastaj historinë e rezervimeve dhe shërbimet e tjera që ofron biblioteka në të cilin jeni të anëtarësuar, por mund të shtoni edhe biblioteka të tjera nëse jeni të anëtarësuar në më shumë se një bibliotekë. Rafti im, ku qaseni në materialet që i keni veçuar gjatë kërkimit në Copies Plus. Kërkimet e mia, ku qaseni në pyetjet për kërkim të cilat i keni vlerësuar se do t'i përdorni në mënyrë të vazhdueshme gjatë kërkimit në Copies Plus. Parametrat, me ndihmën e të cilave do të përshtatni ndërfaqen Copies Plus sipas kërkesave tuaja personale. Redakto profili im Copies, ku mund të ndryshoni emrin e përdoruesit, fjalëkalimin apo të fshini profilin, dhe shkëputu për të dalë nga profili juaj CopyCM. Ju faleminderit për vëmendje.